Lufta e dytë botërore filloi me aeroplan të rinj, motor të rinj dhe disa prej përmirësimeve më premtuese teknologjike të shekullit të 20. Arritet që u shfaqen gjatë luftës ende ndikojnë në jetën e përditshme sot. Lufta e dytë botërore është e lidhur ngushtë me shkatrimet e mëdha, por trashëgimia e saj nuk është vetëm negative. Inovacionet teknologjike të nxitura nga lufta që përfshiu botën patën një ndikim të madh në shekullin e 20 dhe 21. Andrew Nahum është specialist i teknoinxhinierisë me Muzeumin e Shkencës në Londër. Ai thotë se lufta e dytë botërore shënoi një pikë these për sa i përket teknologjisë. The Second World War is a watershed in technology. It's a forcing house for. Ishte një epokë që do të detyronte të shpikje që nga farmaceutika, për shembull penicilina, deri tek elektronika e përdorur në radar dhe komunikim, tek sonarët dhe tek motorat e aeroplanëve të shpejtë. And into high-speed flights, jet engines and so on. Lufta pati dy influenca të mëdha mbi teknologjinë që përdorim sot. 2000 electronic tubes. Për shembull, kush mund ta imagjinonte sot jetën pa kompjutera? Por jo shumë e dinë që kompjuterat fillestar i kanë burimet në luftën e dytë botërore. Probably the most important breakthrough. Ndoshta arritja më e rëndësishme nga perspektiva sotme ishte shtytja drejt kompjuterave dhe elektronikës. And electronics. Teknologjia ishte kyçën e përcaktimin e fituesit të luftës së dytë botërore, por ndikim të thellë patën jo vetëm kërkimet masive dhe zhvillimet teknologjike. Nahum shpjegon se lufta pati ndikim të madh edukues. The war did a huge job of education because Çdo pajisje luftarake apo e komunikimit duhet të mirëmbahej. Kështu ushtria zhvilloi programe trajnimi duke marrë njerëz nga jeta civile dhe duke i transformuar ata në teknikë të fushave të ndryshme. Radar technicians, radio technicians and so on. Gratë u trajnuan në profesione të ndryshme që më pari përkisnin territorit të burrave. Përhapja e një breze të tërë specialistësh solli për familje sende të tilla shtëpiake si televizioni, frigoriferi apo makinat larse. Really came about because there was a suite, with a card. Sepse kishte shumë njerëz të sapo trajnuar në elektronik, të cilët mund të punonin si në fabrika, në departamentet e dizenjimit apo në riparime. We hope you will be able to fly it sometime, and I am certain that you will enjoy the flight. I thank you. Një tjetër revolucion social i dal nga lufta ishte edhe udhëtimi ndërkombëtar ajror. Aeroplanet e parë për pasagjerë u testuan në vitin 1934, pak para fillimit të luftës. Udhëtimi me aeroplan ende ishte i kushtueshëm dhe i përballueshëm vetëm nga të pasurit. Arritja më dramatike teknologjike gjatë luftës ndoshta do të ishte bomba atomike, duke i hapur rrugën kohës së atomit. Me 6 gusht 1945, Shtetet e Bashkuara lëshuan bombën atomike mbi Hiroshima në Japoni. Reja në formën e kërpurdhës me fuqinë e pakrahasueshme shkatruese do t'i hapte rrugën luftës së ftohtë, duke shtrirë influencën strategjike në shekullin e 21.